Kjo nuk do të jetë vetëm një fabrikë e thjesht për prodhimin e municioneve, do të jetë një kompleks industrial i mbrojtjes që do të ndërtohet nga kompania MKI dhe që do të funksionalizohet edhe me arritjen e makinerisë, ku përveç fabrikës që do të prodhojë municionet 5.56 dhe 7.62, që janë municione më së të nevojshme për këmsurinë, edhe që janë municione me standardet NATO-s, do të ketë në kuadër të këtij kompleksi edhe laboratorë të ndryshëm, duke përfshirë laboratorin për testime kimike, laboratorin për testim kualiteti, laboratorin për kalibrim të municioneve, por edhe do të ketë qendra të ndryshme siç janë qendra zjarfikse dhe qendra mjekësore që do të jenë në shërbim të këtij kompleksi industrial. Përveç kompleksit industrial, që do të drejtohet nga një kompani publike në të ardhmen, ne kemi planifikuar që në atë zonë industriale t'ju mundsojmë edhe prodhuesve privat që të vendosin pra fabrika për prodhimin e municioneve, armatimeve dhe pajisjeve të tjera ushtarake. Ne planifikojmë që në fund të vitit të ardhshëm të fillojmë pra prodhimin e municioneve, normalisht që do të ketë punë në vazhdimsi për të realizuar kjo, tani makineritë po prodhohen në Republikën e Turqisë, do të vazhdojë edhe me ndërtimin e objekteve kjo kompani dhe bazuar në atë kontratë parashihet që fundi i vitit të ardhshëm të shënojë fillimin e prodhimit të municioneve të para të prodhuara ndonjëherë në Kosovë.